zotimi ynë. Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, ka premtuar zgjidhje përfundimtare për problemin e ujit të pijshëm në komunën që synon ta udhëheqë mandatin e ardhshëm. Ai u zotua se investimi për sigurimin e pandërprerë të ujit të pijshëm do të kushtojë 20 milion euro. Abrashi tha se të gjitha fshatrat do të kenë ujë të pastër e të kontrolluar. Jo me improvizime, por investime konkrete. 20 milion euro në 4 vite për furnizim pandërprerje çdo ditë gjithë vitin. Do të rinovojmë rrjetin e ujësjellësit në lagjet më problematike si Ortakolli, Jeta Re, Arbana, Kurilla, Oqemalla, Bashdarana, duke siguruar furnizim të qëndrueshëm gjatë gjithë verës. E në Prishtinë, kandidati për kryetar Hajrullah Qeku tha se turizmi do të jetë një nga shtyllat kryesore të zhvillimit të kryeqytetit. Plani që ka prezantuar përfshin investime në 10 atraksionet kryesore të qytetit, hapjen e qendrës për vizitor dhe mbështetje për festivalet kulturore. Qeku premtoi edhe zhvillim të agroturizmit. Do të rinovojmë infrastrukturën rurale, rrugë, ujësjellës, ndriçim dhe kanalizim që çdo fshat të bëhet i qatshëm dhe i jetueshëm. Do të mbështesim familjet bujqësore që duan të hapin ferma vizitash, bujtina dhe restorante tradicionale. Komuna do të ofrojë grante dhe lehtësira për investime në agroturizëm, si edhe trajnime për marketing rural dhe shërbime mikpritjeje. Ndërkaq kandidati për kryetar të Gjilanit Alban Hyseni e ai për kryetar të Mitrovicës Faton Peci u shprehën të bindur se do ta fitojnë garën komunale pa balotazh. Nëse edhe deri sonte ka pas dikush dilema për fitoren tonë historike në Gjilan pa balotazh, sonte ish dashur me inaqë ato dilema. Vetëm me ilazhin e qytetit tonë na bëjmë nashta më shumë njerëz se ata që bijnë për tonë ardhmë. E gjithë ju mërgat që po vini këtë ditë Mitrovic, jam falenderues e mirënjohës sa nuk thuhet me fjalë. Ndërsa për shokët e klasës, një mesazh për zemrat. Ju përshëndet kryetari i klasës e nga 12 tetori kryetari i komunës. E kryetari i shtimës Qemaj Laliu, që synon edhe një mandat, ka premtuar planet për 4 vjeçarin e ri. Për transformimin e plotë të shtimës në mandatin e dytë, pikërisht këtu ku po rënohet ky objekt, do të ndërtohet sheshi dhe parkimi nëntoksor, ndërkohë pedonalja në mes, këtë shesh do ta lidh me sheshin Ahmet Shtimi. Fushat bën edhe kandidatët për kryetar në komunat e tjera. Kandidati që synon të bëhet kryetari Pejës, Taulant Kelmendi, ka premtuar mbështetje për bizneset e vogla dhe të mesme.